Mirë se erdhët në program. Establishmenti Europian I ka dhënë Shqipërisë 4 network, 25 kanalesh për konfigurimin digital të vendit. Nëse siç pritej dhe siç duhej të ishte 2 network I jepen radio televizionit publik shqiptar dhe nga 1-2 platformave digjitale në vend, atëre pikërisht në këto platforma që ish kryeministri Sali Berisha I ka quajtur mafia të medias digjitale, do të duhej të mbyllen shumë kanale duke I vënë ata në pozitë jashtëzakonisht të vështirë ekzistence. Në këto rrethana, thuhet se një lobim I fortë në kufijtë e absurditetit, po bëhet që radio televizionit shqiptar t'i hiqet një network me 25 kanale dhe së bashku me ndrimin e drejtorit Amas dhe rënien e mundshme, po mendoj rënien e mundshme të dëshirës kryeministrit për ta rregulluar radio televizionin shqiptar, duke vepruar në favor të njërës prej platformave digjitale, interesi I publikut gjerë do të dëmtohet seriozisht. Nuk është kryetari I Kuvendit Meta dhe as partia e tij, por vetëm shefi I ekzekutimit shqiptar që do të duhet të ndërmerrte një hap energjik që radio televizioni shqiptar të mbante 2 network digital me nga 25 kanale, si shtot me bindje Bashkimi Evropian. Nëse në ditët që vijnë mësojmë se kjo nuk do të ndodhë, atëre një nga stacionet mediatike në vend ka kapur kryeministrin duke e detyruar atë dhe entourazhin e tij të shohë me dobësi interesat e tyre monopolistike. Nëse zoti Berisha ka të drejtë të paktën një herë në jetë, atëre mafia fiton këtë herë një betejë të rëndësishme. Unë dhe shumë të tjerë në këtë vend jemi shumë të interesuar që radio televizioni publik shqiptar të mos shkatrohet, ai të jetë I fuqishëm në interes të popullit shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne do të flasim për këtë dhe në programe të tjera gradualisht. Do të angazhojmë Departamentin e Informacionit të hulumtoj, të investigoj për të parë se çfarë ndodh realisht.